Dhe kur kanë ngrit kartonin, unë kam dalë në media, qoftë të shkruar, qoftë vizive dhe ju kam thënë, faleminderit që na vendosit diktaturën. Është viti 2016, nuk është sot. Sepse vetë sistemi parlamentar pjell diktatura. Në Shqipëri ne kemi provu. Unë jo më kot ju kam thënë, fillimisht pranoni që ka rënë sistemi, ky sistem ka rënë. Dhe hajde bëjmë sistem tjetër, si, o gjysmë presidencial ose presidencial, ta zgjidhim. Bëhet një kushtetutë tjetër. Por këta nuk, do me thënë, këta edhe kur vinë në pushtet, supozojmë, marrim shembullin, në 98 kur aprovu kushtetuta, nëse ju kujtohet, unë kam dalë atëherë me një propozim ta bojkotojmë kushtetutën se është antikombëtare dhe u pranua, u bët, Berisha doli pastaj si opsionin e vet, s'ka rëndësi, dhe por opozita nuk mori pjesë në votim. Me ardhin në pushtet, në 2005 nuk u bë asnjë hap për të ndryshuar sistemin. Por ç'a ndodhi? Vetëm filluam marrënime. Derisa arritëm në 2016 pastaj arritëm të ndryshojmë 58 nënët kushtetutës, dhe vendosëm një diktaturë. Pse? Po vendosëm sepse ne jemi i vetmi vend në të gjithë botën. Nuk po them në Europë, as në Ballkan, po në gjithë botën, që ne e kemi të sankcionuar Sorosin në kushtetutë. Këta që flasin kundër Sorosit kanë votuar. E kanë votu vetë. Nuk e kanë votu unë, as ti as njëri. Dhe s'ta ka pyet njërin. Unë kam qenë në luftë hapur për këtë. Se jam i vetmi që kam luftuar me mishe me shpirt për këtë lloj reforme. Dhe kam thënë, jeni të dështuar. Dhe sot dalim po këta që kanë votu, po këta që kanë bërë. Pse? Sepse s'janë politikanë. Ta bëjmë vetëm pazar. Tani ankohen për kodin. Po mirë, dakord. Këtë kodin kush e bëri? Bylykbashi. A boni Bylykbashi? Prap, opozita e bëri kodin. Bylykbashi s'di gjë më, Bylykbashi çaj thonë ashtu po. Po ran dakord. Atëherë si ran dakord, edhe sot ankohesh për këtë kod që ti e ke bërë? Në momentin e parë që këta kërkuan votën e refugjatëve, unë thash jo. Pse? S'keni mundësi, as ta kontrolloni, as ta kontaktoni, as ta bëni, ju s'keni asgjë në dorë. Dhe pse duhet kjo votë? Erdhi puna ata e kërkuan me të madhe dhe sot ankohen prapë për votën e emigrantëve, Tashti, sepse të hedhësh fajin këtë tjetri është shumë e thjeshtë. Ta pranosh fajin vetë është shumë e vështirë. Mirë, po këta nuk e pranojnë vetë. Këta mbyllen, të gjithë janë mbyllur pas Berishës dhe të gjithë këta nuk e kanë kurajon nuk kanë absolutisht. Asnjë nuk e ka kurajon për dalë për thonë, ota unë jam drejtuesi, se edhe drejtimi i qarqeve kur është marrë, nuk është marrë me iniciativën e drejtuesve të qarqeve. Pra që unë e marr përsipër që do të drejtoj Durrësin, janë caktuar. Dhe Durrësin do marr 8 deputet. Më gjeni një të vetëm, të cilët kanë thënë që unë do marr kaq deputet në zonën time. Absolutisht, kaq mandat do nxjerr. Po këta kanë shku, qari listave të mbyllur që u futën listat e mbyllura, fletën gjumë shtëpi, fushat, qofse kanë e shqiptar që të ndali dhe të më thotë që unë e kam ndjerë fushatën si vjetë, si rrallë herë, nuk është ndjerë herë fushatën. Mirë po, tashi kur ti nisesh dhe e trumpeton gjatë gjithë kohës Sorosin në fushat, kur ti trumpeton familjen e një. Po si është e mundme që ditën që vje fushata, ti se përmend asnjëherë? Ditën që vje fushata, ti nuk përmend njëherë familjen, nuk përmend njëherë LGBT-n, lufta kundër LGBT-s. Po na degjërojnë fëmijët. Po ne kishim Lasivitën që erdhi nga Amerika për të sjellë fitoren. Po le më lart, në gjop. Lobimi që u bë $6 milion. Po le të bëj, jo 6, po 60.000 le të bëj më burr. Nuk e bën Lasivita. Përse u bën këto dyja? Pikërisht pra sepse dhe ardhe e Lasivitës. Nuk doli njëri me kundërshtu, unë të paktën para se të vite Lasivita. E kam deklaruar dhe në vend tjetër, nuk është se për deklaruar për të parë. Unë i kam dërguar një program fitues. Dhe thash ky është programi që fiton Partia Demokratike. E zotit Berisha.
Po, nuk e pranoj. Nuk e pranoj. Ideja ti ka pikpamjet e veta, unë kam të mijat, ai ka të vetat, nuk ka problem fare, unë nuk jam pjesë e strukturës atyre që duhet të jem aty, unë qa bëj private. Kuptohemi drejt. I bëjmë mbi bazën e emrit tim, mbi kontributet që kam unë, edhe kam detyrë, ashtu siç bëra dhe para zgjedhjeve lokale. Se në zgjedhjet lokale jam i vetmi person që e kam bashku partinë, dhe në fund fare nuk deshën. E prishëm. Kjo është realitet. Kjo është realitet. Unë arrita ta bëj. Nuk e deshëm, pastaj mësun ashtu siç mësun. Por Ardhe Lacivitës, ai mund të jetë brillant në Amerikë. Nuk kundërshtoj Lacivitën. Ai mund të jetë brillant në Amerikë, por është për mentalitetin e popullit amerikan. Nuk është për mentalitetin e popullit shqiptar. Ai nuk e njeh realitetin shqiptar. Realiteti shqiptar është totalisht ndryshe. Që të vesh në fushat me një person i cili nuk njeh asgjë këtu në Shqipëri, ajo është thjesht pastaj hajde ti të marrë në një që tregojmë ne që na do Amerika. Po tash na do Amerika po desh me të dashtë apo siç e bëri në Poloni, që Trumpi i doli në krah, presidenti polak që fitoi. Flasim realitet. Atëherë, kush ishte prononcimi i Amerikës për këtë? Po Lacivita në vend të tasaj bëri edhe dëmin tjetër, sepse kur ka dalë në emision, tha unë e kam private, tha nuk përfaqësoj shtetin amerikan. Mi po njerëzit dëgjojnë.